Përshëndetje, unë jam Blerina dhe mirë se vini në një video tjetër. Unë sot ju marrë e ndyrën, djali ka loj, edhe ju më duto në marrë se burri është në punë. Ju marrë që gjysore, edhe një orë nuk fillon loja. Për momentin jam të majtë qëto në kërë, me mova me dojë dikun, po pisho që parkingi është shumë i vogël edhe ku më zonë një vend të mirë. Nuk besoj që muj me gjithë parking mas një ore nëse vija pet. Shtë që une për momentin jam të pritë qëto në kërë, deri sa të fillon loja, edhe pse sot e dile, në Gjermani dileve krytësan dhe të mshelin përveç kafeve ose restoraneve që ka që i qelin. Edhe marketet janë të mshelne, që s'kam qare pa najt qëto, deri sa t'ja nis loja se më shkua të më najt, nuk ja vlen rrinën kom, edhe deri sa fëmijët dalin prej dhomes atë kur janë të folë, të vesh ose... që nuk ja vlen me prit atë, edhe sot është koha tepër nxehtë, është 19 gradë për një ditë. Edhe dje ke koha mirë, po si sot, është shumë nxehtë. 19 gradë. Liresh dil me shkurta edhe kështu që mu nuk ma dojnë shumë dilin me najt. Po për një orë mas na i rri. Pres që tu në kërë për rri edhe është pëtu mi qitë një reels në Instagram. Edhe ja, për pres. Në fakt u kam ha dishka ose tu mu pi dishka shumë, po nuk kam ku më shku mi marë. Problemi është që muj më shku, nështë i kam 5-6 minuta lërë, se këtu jena më fush, po ma bo më dojë në më nëzipresin. E po ta e kam një pytje nëse keni qef mi bo një video me prezentimin tam. Nëse keni pyetje dishka për mu, mundi me mi bo lirisht, mës të vje marë, mës të vje keq. Thash ta bojmë një video të prezentohemi ma mirë me juve, edhe më njoft pakës ma mirë, për mu njoftu pak ma shumë nëse keni pyetje, nëse keni dishka që ju intereson, edhe pse jo, bëni pyetje, mës të vje keq, mës të vje marë, edhe une mundona mjë përgjigj pyetjeve të arsyeshme pse jo. Kështu që pres pyetje nga jo, edhe sa ma shumë pyetje që bohen, une sigurisht kam i bo video. Edhe kaq që jemi ma vonë, kur t'ja nis djali me lujt, shkoj pakës aty, edhe une përrit qëtu pakës në telefon, për këqyri në isan. Kështu që, bye! Unë ula pakës qëtu se kesh të eksplodu në kërë. Në, kaj ka vajnë? Në shëku ke kuq. Kesh që së dola për kjerë, të eksplodu në kërë. Jo. Së erdha qëtu pakës se kanë pauzë, erdha mi pi një kafe, burri është të shoqëru këto, i kanë bo sot 3 pjesë mi lujt edhe qëtash janë nisi pjesa 3, është edhe shumë nxehtë dilli, është vi qëtu ta pi një kafe. Masi burri sërë me ma qitë kafe, tash pja qesën e vetit.
Hajde me në rëtuar. Unë erdha në Kerç tash, të pres Leonin. Ata rrinë edhe 5 minuta të majnë mbledhje. Edhe kanë fitu sot lojen. Edhe pse u konë loj miqësore, po apet e kanë fitu edhe janë gëzu shumë. Kështu që unë shkoj pak ma përpara pi pres Leonin, se jam shumë larg. Edhe yes, vija të shtëpia. Unë që tash erdha në kuzhinë. Vendosa mi bo një torte, tash t'ju tregoj një torte shumë shpejt, edhe shumë e shishme, bëhet me keksa normale, gjithashtu me tomel. Unë i kam këto 2 litrat, edhe me pudinga. Kështu që kjo tire torte me keksa, edhe bëhet me puding. Kështu që tash t'ju tregoj, nëse për ata që nuk e dijen, qysh bëhet, tash t'ju tregoj shpejt se qysh bëhet kjo torte jone preferune. Atëherë, të këto 2 pjatat, unë e qes këtë lonin e pudingave, njonën i doj veç e veç, këto i qes këto 2 çokoladës, pudinga e çokoladës. Të i marrë edhe 2 tengjere për mi mush me tomel. Të kjo tjetra qesin këto vanilës. Këtu të njona me një puding, unë gjithmoni llogariti 3 lugë sheqer, edhe me 2 pudinga 6 lugë sheqer. Po në kom vendos me qitë ka 5 lugë sheqer, pak ma pakës, ma mirë. Edhe qështu, 5 të kjo, 5 të kjo. Tërë sheqerin e këmbo gati. E marrim një lugë hast madhe. Edhe i qesim 2, 3, 4, 5. Këto 2 tash unë i qes pakës tomel. Për mi përzi i qes ka pakës tomel. Mas në tomlin që na met këtu krejt, e qesim këtu 1 litër tomel me 2 pudinga. Edhe i mushi njënën. Qështu. Edhe të kjo tjetra qështu. Pak ja qesim të pudinga për mi përzi. Edhe tjetrën e qes këtu në tengjera. Oh
kuqi. Diçka për kuzhinë. Edhe ka qynë shka është. 50 euro ka kushtu, po unë e ku marrë në ofertë të kjo Best Secret, që përmendi shumë. Seriozisht ja vlen atë me ble sene. Ka në oferta shumë të mira. Fakt unë e kësi e shimi tash, është kjo, është si shtypse, kjo gota akor. Po ka vogël. është e kësaj firmës Lawrence Gray, kjo ka edhe për shtëpi sene, edhe kjo është për mi shtyp hudrën ose diçka tjetër shka duhet, se unë në fakt nuk e kam ide, nuk kom pas asnjëherë kësi. Thash ta marrë një, po masi e pashë në ofertë, thash hajt pi marrë, pse jo në është ta në vyjnë e herë. Po në fakt, që shkoka, është kështu si guri e fort, edhe që shto për doke. Kjo kushtoj 12 euro me ofertë, prej 50 që tash, edhe nuk e di as për shka ma shumë mund mi përdor. Tregom një komente ju nëse përdor një kësi
Shka shteni këtu mrena, shka shtypni edhe... Yes. Po e bukur, lezeqme. Nashta najherë në vijnë. Unë i kam këto 2 lloje që i përdori për hudra këta, këtë grysen, edhe këtë shtypsen, që i shtyp edhe kjo është shumë e mirë. Kështu që në fakt nuk di qysh mi përdor për shka më vynë, po hajt mon, si dijet jetës, nashta najherë në vynë. Përshëndetje njerëz, unë qëtash për momentin jam qëtash në Dyren. Erdha mi pru djalin në trening sot edhe dola pakës këtu në qendër në Dyren. Do është ta me bo pak shopping për veti, po e bona shopping për djalin. Inshallah i pëlqejen. Një par farmer ka dhe 2 majica ja mora, se më pëlqyn shumë. Ai u bo pakës i zorshëm në zgjedhje edhe shpresoj që kanë mi pëlqy se për mu kënë te për të bukra. Vetëm 1 orë ko pikam, kur e bi këtu djalin edhe qatë 1 orë ko derisa i gjeta, jo derisa paguva. Unë e qëtash erdha këtu te parkingi edhe jam të prit tash djalin. Edhe qështu, unë tash jam të shku në shpe, u lodha pakës, më të karzu të rejtën se shpejt e shpejt, unë nuk kam qef edhe nuk di për shpejt e shpejt. Më lodha me hi pakës në TK Maxx, po TK Maxx është e mirë, po nuk më pëlqen kur janë senet kur ka shumë, edhe nuk aty dush me këqyr, me hallakat, unë nuk di fort. Nuk kam fort nerva me këqyr, ka një, unë kam qef kur ti ndogoj me këqyr senet, janë të mira dhe shkoj të qaj van. Ju të regoj bashkë me Leoni se shka ko marë. Unë para gjysore erdha në shpi, unë ndrova. Edhe qëtash t'ju kardzoj se shka bleva për djalin. Unë kesh të kjo New Yorka, me këqyr për veti, po hajta është për këqyr pakës për djalin, edhe më pëlqyn disa tesha ja mora. Në fakt me farmerka nuk ja kisha qëllu modelin që e ka dosht, unë ku marrë një emër tjetër Straight Rob, po ish një par emri tjetër që mi ka lyp, po nuk mu kujteke, më nova që është kjo modeli, po nuk i shkon, s'ka gajle, ja këthej, se veta bën mi këthym, tha po, këto ken prej 30 e 20. Mora dhe këto 2 majicat, këto 2 e pëlqim shumë, kjo ish Los Angeles, për shkruj kjo është e thjesht, XS ja mora dhe i rata man, shumë bukur i vike. Edhe që majicën tjetër, edhe kjo është shumë më ka pëlqy në gjurë kafe, për mrapa ish e shkrune qështu, edhe për para qështu, crime time, shumë e lezeqme, shumë më ka pëlqy, edhe ati pëlqej shumë. Kështu që majicat po donë mi mojt, vetëm pantollat, farmerkat duna mja këthy se një far modeli tjetër më tha, mja marrë e kështu që mu më pëlqynë për veti, po ati s'pi pëlqenjë, kështu që nuk i vesh mu. Tash nuk për mëngon mu, nuk për mëj mu mi vesh unë shka du, për du të mi këqyr, për du të mi vesh ato shka për dojnë. Kështu që djali hini mullo edhe unë që tash për këqyr pi bëj pakës buk, ja bëj pakës buk edhe me pushu pakës se shkoj dita sodit api klidhjes. Nejsa, këto du të mja lo, edhe këto jashtu të në kese për mja këty. Këto kem blerje për sot që i vona. I gëzoft edhe, shihemi nesër. Bye! Përshëndetje! Unë që tash jam të dalë me pi një kafe bashkë me burrin. Tash t'ju kardzoj outfitin që kom vesh, se për më pëlqen shumë. Është kjo këmisha e Tommy Hilfiger. Qafore banova këta, një thjesht, bardh, pishkon shumë bukur. Make-upin e bona qështu që shdi, one. Poshti kom vesh këto gjinset e mija të preferune, që i vesh i gjithmonë, me qëto patikat. Jakën e tash pima qëto të farmerkes.
qonë thash pi marrë këto, po për qonë nuk jam halaj sigurt, edhe pse kum shti disa sende këto, po nuk e di a mi marrë kamerën me veti, ajo, shto që ta vendosi rrugës të dalë se shka me bo. Nëse marrë kamerën, në mbynë një qonë pakës ma madhe, se nuk për kam ku milion. Kështu që, shimi ma vonë. Ta zash. Vetë sopa, pesi.
shumë sa e bona dreken, e shtina në furrë ma saksisht, bona pak silakna me mish të blum, e bona edhe pak e spire, edhe tash vetëm e shtina në furrë edhe pipres tash deri sa të bohet. Burri e kish bo një porosi këtu te Adidasi, tash ta qysha ka marrë. E më tha që i kum porosit 2 majica për trening, për fitness, po nuk e di çfarë, tash ta qysh, ka bile aj. Qaq shumë ka majica për fitness, i vlen edhe i shtin në dallap edhe nuk i nxjerr më. Okej, kokën të lezeqme, qysh ka qef kë. Koka pak si e plot, edhe pse vë këtë si rjet, po kjo mrena e parë. Shumë e mirë. Dyjat njësoj, vetëm në ngjyrat. Një e kajtët, një kuqe. Një të get, ajo koka si të get. Edhe një të kuqe, kja ma e lezeqme të ndokët mu. Ejsa, kja është tja 5 qëto. Bora, ku topi? Ku topi? Ha? Ku ki topin? Ka merre topi? Ka? Ama! 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 Ama. 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 Sa fort është. Sa fort është. Ama. 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 Që se të nga vakë, e hekë. Oj, oj. Atëherë njerëz, kaq nga unë për sot, shpresoj që ju ka pëlqyer edhe kjo video. Mos harroni me bëni subscribe, mi like, edhe shihemi në video tjera. Ton ton, kalofshit bukur.